Zbulohet data kur hyn në fuqi marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Duke nisur nga data 1 korrik 2025 hyn në zbatim të plot marrëveshja dypalçe mes Shqipërisë dhe Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore, e cila synon njohjen dhe mbrojtjen reciproke të drejtave të qytetarëve që kanë kontribuar në të dy sistemet. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ISSH ka hartuar dhe publikuar udhëzuesin teknik të zbatimit marrëveshjes, një dokument i detajuar që përcakton qartë procedurat, kriteret e përfitimit dhe dokumentacionin përkatës për aplikim. Ky udhëzues do t'ju shërbejë drejt për drejt qytetarëve shqiptar dhe italian, duke lehtësuar procesin për përfitimin e pensioneve të drejtave të tjera që burojnë nga marrëveshja. Marrëveshja, e cila u nënshkrua në Rom në 6 shkurt 2024, u finalizua me dokumentin përkatës që u drejtua kryeministrit Rama në mesin e muajit maj nga homologja e tij italiane Giorgia Meloni gjatë vizitës së saj në Tiranë për samitin e Komunitetit Politik Evropian.